Skënderbeu Tirana është kryendeshja e javës së 8 të Superligës shqiptare, e cila do të zhvillojë ndeshjet e veta të shtunën dhe të dielën. Takimi që do të luhet në stadiumin e Korçës të shtunën orën 17 do të vë përballë dy ekipe me një rivalitet të madh në 3 vitet e fundit, ku korçarët kanë dalë shpesh herë fitimtar në takimet e kampionatit, duke fituar madje edhe 2 tituj kampion, ndërsa Tirana ka fituar betejë direkte ndaj korçarëve, duke i mundur këtë të fundit në finalet e Kupës dhe Superkupës së Shqipërisë. Aktualisht Skënderbeu kryeson renditjen e Superligës me 17 pikë, 4 më shumë se sa Tirana e vendit të tretë. Për këtë arsye kjo është një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme për të dy ekipet. Një fitore e korçarëve do t'i lejonte skuadrës së Mireliosës të largohej me 7 pikë nga Bardheblut, të cilët në të kundërt në rast fitore do ta ngushtonin në vetëm 1 pikë të diferencë. Trajneri kampionëve në fuqi Mireliosa paon se skuadra e tij duhet ta zhvillojë me shumë seriozitet këtë ndeshje, pasi Tirana do të kërkojë të ringrihet menjëherë pas humbjes së thellë që posoi 4-0 në kupë me Kuksin. Besoj se kjo humbje në kupë atë skuadrë do të vënë pozita më të forta. Kështu që ne tash mas humbjes së Kupës Tiranës do ta presim ndeshjen me më shumë seriozitet. Futbolli nuk luhet vetëm me fanellë. Futbolli luhet me shumë gjëra, me gjendje aktuale, me gjendjen momentare që kanë të dyja skuadrat. Futbolli luhet me tjetra që është shumë e rëndësishme, luhet me autoritet futbollistik të futbollistave, edhe unë them që ne jemi më lart se to. Përveç kësaj sfide, takimet e javës së 8 të Superligës shqiptare do të sjellin edhe disa përballje të tjera interesante. Kështu këtë shtunë orën 14, luftëtari Gjorg Kastrës do të presë në fushën e vet flamurtarin, që nuk ka rrugë tjetër veç fitores për të dalë nga kriza, ndërsa Apolonia do të presë në Fier fqinjët e Tomorit. Të dielën Besa e vendit të dytë me një distancë 3 pikësh nga Skënderbeu do të luajë në Krujë ndaj Kastriotit. Kuksi që vjen pas fitores së thellë në kupë me Tiranën e që nuk njeh humbje në kampionat, do të presë Teutën në fushën e vet. Bylis luan përpara tifozëve të vet kundër Laçit, ndërsa Vllaznia pret në Loro Boriçi skuadrën e Shkumbinit.